opozita, ju vënë në dyshje, sa i kemi numra për qeveri, apo ju, pse s'po e votojnë kryetorën e kuvendit, edhe nën kryetor, e bëjnë kryesi funksionale, edhe pastaj mund të motemi, a i kemi që LDK-ja ka vjedhë vota me pust, edhe një kështisht me i kërku koalicion. Kur dhe më dojnë me thonë opozita, Albin Kurti du të me shku në shpejt, sa ma shpejt, së është e keqja këti veni, një kështisht me bojt Albin Kurti kryeministër atje. Edhe deri sa dikush nuk ka një arsye të shëndush, që dele kundërshton Zorin Haxhiu, na s'mundim ju në shtru dëshirave të opozitës. Unë menoj deputetët LDK-s dhe PDK-s që besojnë që këta janë fut me ujë pa krye. LDK-ja, del fat na nuk e votoj asnjë kandidat. Të tregon që LDK-ja është komplet përgjegjëse për bllokimin. Pro, çfarë kompromisi aty? E dyta, PDK-ja thot na nuk e votojmë asnjë kandidat që ka qenë pjesë e qeverisë. Ministra zanës ministra. AK-ja thot, na e kemi një propozim tonin. Propozimin atakon neve, edhe derisa dikush nuk ka një arsye të shëndush, që dele kundërshton Zorin Haxhiu, na s'mundim ju në shtru dëshirave të opozitës. Prandaj bllokimi vjen prej tyne, e jo besoj që është përgjegjësia jona më jap të dëshirat atyne për me zbllokue, për shkak se na takon neve. E njëjta para më ndërstotën, sikur të votohej Bolena vinte në kryetor. Po na ta bllokonim, ju gjithë kishit thonë pse të bllokonin në kryetorën, është propozimi i LDK-s, ju s'do të mu vetë për ato. E na po thojmë edhe ka qenë një për ofertave që hajde e bëjmë si pako. Edhe kryetorën e kuvendit, edhe në kryetor t'i votojmë si pako. Unë s'po tham kën ka me qik LDK, mbase mas mu mësë mu pëlqymë. Por na s'po ja shtym aty në idenë që na me ja dhonë propozimin cili me qenë në kryetori i LDK-s e as i PDK-s. Po gjykata kushtetuese, veç për qytetarët do mendoj edhe për juve që e dini, është shumë e rëndësishme. Gjykata dhe kushtetuta e ka përcaktuar kujt i takon kuvendi. S'ka kompromis. Kryetori i takon partisë fituese dhe tre nën kryetor, partisë fituese një dhe LDK-s e PDK-s këtë rast. Pra, nuk ka hapësirë këtu për marrëveshje për shkak për qeveri po. Për kuvend tani më është e përcaktuar kujt i takojnë edhe do besoj po veç është shumë e rëndësi që po mënej nuk po theksohet mjaftueshëm këto, që LDK-ja, PDK-ja, përfshi dhe subjekte tjera, po ja refuzojnë të drejtën me votu, që ajo është antikushtetuese, për shkak se drejta për me formu një komision, ata përdojnë të deputetëve tjerë mos në një pjesë. Që kjo është antikushtetuese, për shkak se edhe aktgjykimi e thotë që duhet me votu pro kundër ose me abstenu. Pse nëse na kena ofruar si alternativë, na nuk e dim se a votohet ose ai merr votat ta Bolena apo jo, po megjithatë ne kena thonë si alternativë ta bëjnë në votimin e fshehtë. Koalicion me dikën që e akuzoni për gjë. Ç'është shpjegoni? Po, ata shpjegojnë shumë mirë, faleminderit. Po pyetja është çish mundi edhe me u anku që LDK-ja ka vjedhë vota me pust, edhe njëkohësisht me i kërku koalicion. Dëgjoj, ata njerëz janë përgjegjës. Për vjedhjen e votave me post, du të me shku në burgë. Na s'kemi thonë që kur po të LDK-ja me neve, që ta njerëz me kërku prokurorisë së gjykatave mos i dënani. Ata njerëz, po besoj kemi ofruar dëshmi të mjaftueshme, unë mi po dhe postimet që i kanë bëne, ku ka dëshmi të mjaftueshme që LDK-ja ka qenë përfshime në vjedhjen e votave me post. Kështu që kjo pjesë i takon sistemit të drejtësisë edhe ta bojnë punën e vet. Unë nuk mendoj që këtë LDK-ja ka qenë përfshime, për shkak se ka pasur deputet të LDK-s që janë ankur që ja kanë vjedhë votat. Prandaj janë të ndora. Pse nuk po përmendi me emra të përveçëm njerëz që keni dërguar, po po thoni LDK-ja në përgjithësi, nëse nuk ka kështu. Jo, dëgjoj, tash si parti, unë mendoj që ka qenë që kanë thonë deputetë e LDK-s, skemë organizuar kriminale. Aty tash kush ka qenë i përfshim është punë e prokurorisë. Pse opozita po ja vmohan të drejtën deputetëve të vet me votu me votim të fshehtë? A dini dikon që ka me votu pro nëse është kundër partisë? Nuk është sistem, është e drejtë. Nëse është e drejtë, edhe gjykata ta lejon, gjykata kushtetuese, gjykimi thotë ko drejt edhe të hapun edhe të fshehtë. Tash të hapun e kemi provu para shtetërorëve, kanë thonë jo, po votojnë kundër. Të fshehtë ka diskutime mes deputetëve që unë mendoj deputetët e LDK-s dhe PDK-s që besojnë që këta janë fut me ujë pa krye. Ju e dini te verifikimi i mandateve, raportit. Nuk e kanë votu, hene me një ujë pa krye, pastaj e ronë bishmana dhe ndërrumë. Tash këtyre pyetje morën me dojë dy herë që janë gabim, unë mendoj që votimi i fshehtë ka mundësi, është potencialisht mundësi ku disa deputet i japin udhë pune edhe votojnë për Albolenën për.
Po thuni që ka deputata, a mundin më na tregu se me kanë keni biseduar dhe kush Ja, është se deputat? s'pan se ata ashtu e çojnë dorën edhe për, kështu që s'pojmë më vonë. Se është absurde më dojnë me thonë opozita, Albin Kurti du të me shku në shpejt, sa ma shpejt, se është e keqja këtij veni, njëkohësisht me mbojt Albin Kurti kryeministër atje. Edhe pyetja është nëse ai kemi numër për qeveri. Le të votojnë Albolin, na do shohim. Do të nëse opozita ju vën në dyshje, se ai kemi numra për qeveri apo ju, pse s'po e votojnë kryetorën e kuvendit, edhe nën kryetor, e bëjnë kryesi funksionale, edhe pastaj mund të motemi ai kemi, sa aty kemi dy ofte ty, edhe pastaj përfundojnë. Na shpjegon ç'është mundesh të pas për qeveri, jo për kuvend. Apo na shpjegon Tashti, më. a ka mundësi, dëgjoj, për shkak se kuvendi për neve është organ administrativ. Edhe është i ndonë, pushteti mbrana kuvendit është i ndonë. Gjykata ka takon kryetori i partisë fituese, nën kryetor i takojnë partisë fituese, i poli, i dyti, i treti, në këtë rast LDK-s PDK-s. Tash nëse dikush për juve ose për opozitës e dyshon ai kemi numrat ata mund me votu Albolenën, i kemi dy ova fat, ata mund me po, a e bëjmë qeverinë apo jo. Po ata e dinë që ne e bëjmë qeverinë, prandaj janë dorë. Faleminderit shumë, përshëndetje për Kemi numra das për kuvendin për tani për qeveri. Qysh? Po e shpjegova tash. Sa u zgjeja. Po ne ta votojmë kuvendin edhe ju tregojmë ai kemi për qeverinë.